Përshëndetje miq, faleminderit që jeni me ne dhe po na ndiqni. Jemi këtu në fshatin Mazget në komunën e Obiliqit. Jemi në konakun dhe në odën e kolegut tim, mikut tim, shokut tim të studimeve, një psikolog i zoti, një pedagog shumë profesionist, botues i një numri të madh të librave, Betim Bregovina. Betim, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, mirë se erdh, ma saktësisht në vendin që unë e kam ndru ndoshta prej fëmirisë. Ti sigurisht e pasuron secilin intervistë, secilin emision ku do që merr pjesë. Betim, qysh edhe ceka ma herët, një prej viteve, gjithmonë ka qenë frytdhënëse dhe përmbajtësore secili takim dhe bisedë që kena nejt me ty me vite. Ne jena koleg nga pedagogjia, nga studimet në bachelor të pedagogjisë, po jena kolegë edhe në profesion si psikolog. E di që ti tashmë e ke të përfunduar në masterin e pedagogjisë, masterin e psikologjisë, je shkrimtar dhe botues i shumë librave. Ana fol pak rreth sfidave me cilat ti e ballafaqu gjatë këtyne viteve, me tan këto vite shkollim. Dikush ka ndoshta kaq vite sa këti vite shkollim. Ana fol pak sa është rëndësishme mu shkollu, me u arsimu, me kërku dijen, se e di që ti kime na thonë shumë. Faleminderit, unë do të provoj me fol me gjuhën e njerëzve që kanë lanë gjurmë në historinë e njerëzimit. Atëherë, Muhamedi a.s. thot, dijen kërkoje qoftë edhe deri në Kin. Prej Arabi Saudita deri në Kin nuk është që është aq afër, po të kthehemi 1420-30 vjet mrapa, e ku mujna me mri me pas një ide se sa është e rëndësishme dija. Element tjetër është që unë kam vite të shkollës, ose unë kam vite tjetës, aq sa një pjesë e kolegëve të mi në shkollë. Mësim dhanë, po thuaj se kanë vite me ditar në dorë. Kështu që në njërën anë është synim shumë i madh, për dikën mundu këtë diçka gati e pa arritshme, po thjesht dikush ka dhe përvojë edhe punë, ose angazhim, ose çka do tjetër. Sa ndoshta na tre që po e realizojmë bashkë këtë emision edhe tjerë që do të marrë, ndoshta vitet e 20-30, 5-6 njerëzve, mi bo bashkë, nuk bojnë sa vitet e dikujt që ka dhënë kontribut, ose ka realizu diçka profesionale ose pasionale. A është vështirë, sfidat, po, sigurisht se secili individ ka sfida. Madje më që me hangër në mëngjes, edhe më ta bu, po thamë kushtimisht, nana, një përshesh me tamel, edhe a vështirë me hangër paj nuk është letë, se duhet me mërtype, me përbije, e ka dhe jo rendin e vetë edhe sfidat e veta. Po për mu ka qenë sfidu, se duke u bazu në pjesën e që ka mungu literatura, e adaptume në formatin braille ose akustike, edhe dasht me thonë ma popullor, që e këta vjetri që janë pensionere, kanë me ma kuptu këtë fjali që dhe me thonë. Ka një herë dasht me u gjinë që lepri në përzagar, ose në përthejra. A ma të ke arrit me sukses, Betim? Tu i pas gjitha që tu mungesa, sigurisht ndoshta mungesat e kanë bërë që me u rrit motivi. Në rrethana, në hulumtime standardet e psikologjisë, zakonisht sfidat e shumë të nalta, e ulin pak nivelin e motivimit, po të unë ka qenë e kundërta. Sa ma trona sfidat, unë qaq ma shumë i motivun. Si psikolog, a i konsideron që sfidat janë shkallë për të ngjitur? Po, janë se tash ona është edhe kundërta e njeriut, nëse ne gjithë çka kemi të gatshme, si qenje, si njerëz, atëherë edhe s'kena për çka me kërku. Po them hipotetikisht, kishin me na dalë ka 4-5.000 euro llogari tona bankare të nejt, na pse me punu. Po nështë na punujna, për ta them kushtimisht nështë për 20% e qasaj shumë. Po du më thonë rreth ta zonë 30 ose 40% e qasaj shumë të talë. Do na punujna për ma pak se 1.000 euro, tanishme, e në mujt edhe e kena qatë motiv. Po mi pas gjithë që ato paret gatshme, 5-6 fishin në rrugës, sigurisht që s'kishim punu. Pse me punu kërë kemi të gatshme? Tash edhe kjo, pse me u mundu kërë e ki të gatshme? Po kur nuk e ki është vërtirë me marë, është motive i maj madhë. Betim,
ti na veçecekëm që ka vite që ti je me libra në dorë, je lexues, zakonisht të ndjek në hap me zbulimet, me shkencë, me gjithçka. Po më intereson, me qenë se ti ke edhe përvojë me nxënësa, ki përvojë me kolegë, me mësimdhënësa, sa është interesi i trive sot për lexim, për libra, për avancim në arsimim? A ke pa që kjo është një sfidë, është të zbe pak interesi për me arsimu, për me eduku, sepse kur po jena te paga ose te arritjet thjesht rritë sot kanë gjetë alternativa tjera me u përmbush me të hyrat që i fitojnë, e që gjithmonë po na çojnë larg librit, larg leximit, larg shkollave. Apo a është kjo një farë fenomeni që po është në rritje dhe shqetësues për neve? Atëherë i përmene ma herët shkallët. Edhe mungesat janë shkallë që na me provu mi plotësu. Me ecë në përtu, mi te i kalu që me provu mi plotësu. Edhe teoria e Maslowit, teoria e nevojave të Abraham Maslow, thot që fillon prej aty në nevojave bazike, fiziologjike, të mbijetesës, e deri te vetë aktualizimi. Tash, me qenë se çdo gjë që për neve ka qenë andër, për sot për fëmijët që janë fëmijët tanë, janë gjona të prekshme, madje edhe nuk janë interesante. Domethënë, nëse njeriu e synon çka do që synon, në momentin që arrin, ndoshta edhe i thojnë vetes, po çka ka na lodh kaq shumë, po çka pas ka vli ose po çka ka na lodh kaq shumë për një diçka që është kaq e vogël. Po nuk edukon finalja. Nuk është se të ndërton ajo mbrojtja tezës, masteri, doktoratës, bachellorit, s'është më rëndësi. Ajo pjesa e leximit, ai formaliteti mbrojtjes, çaj procesit edukon. E ne për fëmijët tonë po e largojmë procesin. Tash procesi ka dhe kënaqësi, ka dhe mangësitë e veta, ka dhe sfidat e veta. Domethënë, Hausmanni, një pedagog rostat, edukimi duhet me qenë dramaturgji. Domethënë, fëmijë duhet me përjetu kënaqësinë e suksesit, po për edhe jetëninë e dështimit. Ta zëm në një rast hipotetik, qysh kishim me pas na qëto mas mirin but, edhe nxet, so me nejt me veshjet shkurta, na s'kishim rri me ndjeq dimen. Po e kena pak ma ftoft, se kena dhezë gjakon, edhe tash e ndjinja, edhe krahas qësaj që realizojmë një intervist, edhe kena me mojt me anë për shkak se edhe ato njërët ka pak. Unë për ndryshe nuk jam të evrej që ka ftoft, sepse jam e koncentruar në biseden tonë, që ka vite që si jemi është kontakti shumë shqisor, madje edhe babai i sistemit të edukimit në pjesën perëndimore të Evropës së botës, Komenski, thotë që ma shumë me kontakte shqisore, me thonë, me pa, me lexu, me provu, me prek. Të më thonë me shumë, sepse i përshtatet stileve të mësimit. Na çka po bujna me fëmijët tonë, na fëmijëve tonë, ju blejna mjete të cilat për ta shpesh janë të panevojshme. Të më thonë, sigurojna rrjet interneti me sa ma shumë fuqi, 24 orë, që nuk na duhet. Sigurojna aparate të ndryshme, telefona, tableta, e tjere, se laptopat e kompjuterat, s'janë më në mod, edhe asnjëherë nuk bashkëbisedojna me ta, nuk e dina se për çka ata i përdorin. Tash që kjo që ata i përdorin, mënyra se çysh i përdorin ata, nuk është përgjegjësia e tyre. Është më shumë e jonja. Ata pse i kanë ato mjete në dorë, në moshë shumë të njëjtë, qysh në fëmiri të hershëm, po flasëm për kur pa i bo një vjetë, kur disa muj. Edhe çka bujna na i mësojna, e përgatitum gabimisht, e gatuina me thonë kushtimisht trurin e fëmis, që mos me pas vëmendje, që mos me pas kujtesa fatgjatë, që mos me pas lidhje të qelizave të trurit, të set neuroneve, sinapsave në mes vete. Sepse e merr të gatshëm, në vend se me përcjell një film, cilin do t'jetë, filmat e vizatum dikurshëm, që ne i kemi përcjell, që kanë porosi edhe edukative dhe nuk kanë shumë ngjyre, e marrin koncentrimin e fëmijëve. Tash tu fillu prej filmave të vizatimor, kanë shumë ngjyra, shumë lëvizje, shumë ndriçim. Kanë edhe dhunë shumë të shfaqur, kanë mesazhe. Masane edhe dhunë, po flas vetë për gjonat ma sipërfaqësore, po flas për të thellat.
Sandaj pjesa e dhunës, e mungesës bashkëndjesisë, në fëmijët tonë po rriten me një ekran. Nëse fishta thot, kush e di sa male e deti, mu e prej teje kanë me nda. Dhe më thonë, na pe blina me pare, që fëmijët mi nda prej gjuhës anore. Po bujna munim, edhe sepse ata fëmijë po punoj të nkohen po ndërveprojnë me një aparat, me një mjet. Ndoshta ke E pas nuk raste po- nuk po punojnë në me- shkolla që fëmijët po e zam një fëmijë 3 vjet, ko gja bukur din me fol gjuhën angleze për shkak që ka marrë prej ekraneve, ndërsa në gjuhën amtare është shumë i mangët. Edhe këto e ka bën sigurisht ekranet edhe jo përgjegjësia e prindërve ose Ekranet nuk kanë bukur gjë. Dhe më ata thonë, e kanë marrë përmes nëse- ekraneve, nëse por nalemi- sigurisht që prindërit janë ata që nëse kanë. ndalemi, dhe më thonë, një telefon ose dy, e keni se cila për juve, edhe 2 telefona i ka mën. Edhe një kompjuter e kena qëtë, dhe më thonë, mrena hapësires, që bujnë minimalisht 5 ekrana. Tash, çka po bujnë ekrant? Apo na bujnë diçka neve? Jo. Dhe më thonë, ajo është mjet, ajo është gjam, është plastik në përbomjet vetë, heku, metale tjera, çka konte. Po, nuk është i gjallë. Dhe më thonë, çdo gjë që e ka ndërtu njeri nuk është e gjallë. Çdo gjë që e ka kriju Zoti është e gjallë. Tash na gabimisht kemi fillu me u ndjet pa fuqishëm përballë dëshirave të fëmijës, përballë disa grupeve në përbot që janë, që ofrojnë programe, aplikacione ndryshme, rrjeti ajo kjo. Pa mujna na me jetu, pa krejt këto, të paktën për një pjesë ditës, po mujna. Ma tjetër shumë mirë. Çka mujna me bëna për fëmijët tonë? Fëmijët tonë mos me pas kontakt të pa kontrolluar me këto pajisje. Mujna me bë për fëmijët tonë që në një pjesë të ditës mu ul me lujt me ta, me bisedu. Dhe me thonë, mrena që saj dhume, që është ud tipike e tradicionale ndërtume, po me model qytetit për shkak të orendive, bibliotekës. Amo mrena që saj dhe ka ljudra. Ljudra të plastike, se do të me shti me dorë, do të me lujt. Pse? Po ta bëjnë një pyetje, mos e ki traktorin se e di që ke pas shumë Po një mërek. tre. Apo mbas ka ik për syve si kum pa, po e di që i ke përmend gjithmonë. Tash, fëmijët kur të vinë këtu, ata kanë me mujt, edhe mu njoft me librat, edhe me po gjana që janë ma të nalta, ma vështirë me arrit, si fenerët, si do gjana, do objektet vjetra të vogla. Po, çka i knaq ata që mujnë me fillimisht, çka mujnë me mri ata që janë tokë, edhe çka mujnë me mri lodra, mujnë me mri lapsa. Edhe ata nuk kanë nevojë, kur gjejnë plot gjana të thjeshta, interesante që mujnë mi manipulu, ata nuk shkojnë te telefoni. Po, për shkak se unë shkoj te telefoni, domosdoshmë edhe fëmia ka me imitu, se kjo është para dispozit biologjike, imitimi i sjelljes, edukimi përmes Janë kamerat më aktive në botë. Po, ndoshta ke dëgjuar ti betem që ka plot nana që zakonisht bëjnë thirrje që mos i përdorin fëmijët telefonat, i flasin ndoshta i bërtasin fëmijëve mos i përdorin telefonat, po ato vetë rrinë, pavarësisht çka i shtyn, qoftë puna, qoftë obligimet, qoftë ku e diun çka do qoftë thjesht qëndrimet nëpër platforma të ndryshme në rrjetet sociale, po sidoqoftë derisa ato qëndrojnë, fëmiu nuk intereson ato çka e thu. Thjesht ata e marrin sikur model ato që e shohin. Predikimi në psikologjinë sociale, në shumin në të matë vjetrat, këtu treja tash, jena largu pak prej studi, s'po lexoj mas në qatë. është tash kështë është të thujnë predikimi priftit, na musliman të thujnë që shka thonë hoxha, e tjerë, se cili prej emërtimit vetë, po mos bën çka të bëj unë, po bën që të thëmë. Amo Zoti na ka kriju ma shumë, bën çka të bëjon. Do të thonë, kjo është e kundërta me ato që neve na ka kriju Zoti. Se Zoti na ka kriju na me mësu ma shumë prej modeli. Betem, tani me ju jeni edhe psikolog në shkollë. Me cilat sfida dhe probleme po ballafaqohen nxënësat tonë, shkollat tona në ditët e sotme? Ndoshta diçka që ti kishe dashur me e cek para shikuesve, qoftë me dhënë një mesazh me ato çka po e sheh, të shfaqtur më shpesh, çka do që ty të ka ra diçka në sy, që kishe dashur me nda me neve. Ndryshimet shoqërore edhe ndryshimi i sistemeve politike i kanë të mirat edhe jo të mirat e veta. Pas lufta, ofrimi i mundësisë njerëzve me u zhvendos prej fshatrave në qytete, edhe buzë qyteteve, edhe punësueshmëria e gjinisë mbrore, e vajzave dhe e grave, ka prodhu ndryshim social, përveç shlirimi, largimi i pushtuesit e ato gjëra tjera. Po e ka prodhu një fuqizim
të pa llogaritun, që familjes tonë shqiptare po i kushton, edhe po i kushton negativisht. Pse? Sepse nuk e kemi orientu, intelektualisht e kemi orientu, që të ngritjen e grave, pënsushmërinë, edukimin, profesionalizmin, e rritun se ka pas për shumë kohëve ka pas të na shëqër zotit. Gra dhe vajza që janë shkollue, kanë qenë profesioniste edhe kontribuse në gjitha sferat e jetës në vendin tonë, po jo numër si pas luftës. Tash që ky ndryshimi social e ka bërë që shpeshherë mu përdor që ky fuqizim në mënyrë jo drejtë. Do të thonë që kem mënyra jo drejtë. Tash që ta fëmijë që edhe unë te kemi qenë në atë kohë, që ta fëmijë, që ta adoleshent të kohës luftës, sidomos ndryshimi më të mëdha sociale pas luftës, tash janë prindrit e sotshëm. Që ta prindrit e sotshëm na jena të paplotësuar në shumë aspekte për shkak të ndryshimeve sociale. Edhe plotësimin ton, mungesat tona, na po kërkojnë me plotësu të fëmijët tonë. Po harrojna që janë këta njerëz tjerë. I takojnë një epokë, po çka bazat tona janë të njëjta. Prej mirave do të jenë edhe qindra mira vjet sot të ekzistojë kjo botë. Baza e njeriut është e njëjtë. Bazat e zhvillimit janë të njëjta. Të shkurtohet ose të zgjatet periudha e fëmirisë së vonshme, mund të siç ka ndodhur prej shembull hyrja në pubertet, cikli menstrual, riprodhimi i spermatozoidëve prej gjinisë mashkullore, ka ndodhur prej 3-14-15 që ishin 100 e sa vjet më herët, tash ka ndodhur me u shkurtuar kjo periudha e fëmirisë. Ama fazat e zhvillimit janë faza të zhvillimit. Edhe kanë me konë gjithmonë. Çka na po bujmë? Na shpeshherë disa mangësi tona po mundohem me i plotësu ose me i te i kalu, ju shtejke profesorisha jo na Ferdita Deva, mi kurrizin e fëmisë. Dhe më thonë qka, po ka të rritë dikurshëm, që tash që është janë vjetër, prind të tanishëm, që nuk kanë qenë shumë të sigurt kur e kanë përzgjedhur partnerin. Edhe mendojnë një pjesë se pasja e fëmijëve e man çiftin bashk, e man gjallë një lidhje martësore. Tash krejt që ato mos funksionime mbrana të qasoj që lize shoqërore që ku jam në familje, që ata fëmijë po rriten. E fëmijët janë si sëngjeri, qenja jo në si sëngjeri, veç merr lëngje, po lidhje, ai merr edhe gaz, merr edhe substanca të langshme nëse janë radioaktive të langshme, edhe që ato i merr. Se sëngjera i veç merr. Po dikur ai sëngjeri, keni lënë herë në besaj, keni pa që ai dikur mushet. Ç'a duhet me bëu për me përdorur, duhet me shtryer. Po nëse e ke shti që atë sëngjer në vaj, në 7 orë duhet me bëu të e la dhe së ne këthen sëngjerin kokon. Fëmija është qaj sëngjeri, që na duhet me pas kujdes që ka po thitaj, ku pelshojmë, që ka po mbujmë me ta. Pse? Sepse kur të fillojna me shtryer, ai është në moshën tonë, e na jemi ka fundi i ciklit jetësor. Edhe kemi bërë 2 gabime. Kemi gabu me veten, edhe me dikën që kena vendosur me ndaj jetën, kemi gabu edhe dikën që kemi sjell në jetë, se e kena përdor si peng me i bu plotësimit ose me i qeruhe sapët tona. Emocionale se cilat do të. A mendon që shumica e prindërve sotëm janë kështu? Nuk guxoj me thonë shumica, se s'kom bëhullum tim, po fatkeqësisht ka shumë ka. E që kjo është njëna prej gjanave më shqetësuese. Do të thonë ka gjana. Pastaj, na nuk e kemi pas një kalim të butë në transferimet shoqërore. Do të thonë, përzierja e gjeneratave, mungesa e përgatitjes, të edukimit, të udhëzimeve, e ka bërë që na mbrenda ditës, herë jena patriarkal mbrenda familjes, herë jena matriarkal, herë jena laissez-faire që s'dihet kush po hec, do të thonë, mbrenda ditës. Nëse një çift ka 2-3 fëmijë, asnjëri nuk është i njëjtë, secili ka atë personalitetin e tij, pavarësisht që janë fëmijë të njëjtit prind. Edhe ndoshta prindrit, në këtë rast babai ose nëna, duhet me i lujt disa role prindrimi me fëmijët e tyne. Kështu që ka njerë do të bëj patriarkal, po jo me tepru shumë, ka njerë shumë liberal, po ashtu nuk do të me tepru shumë, po është e pamundur që i njëjti prind me pas të njëjtën qasje, po zam nëse ki 3 fëmijë me 3 fëmijë. Baza, na nuk mujna me ndërtu, do të thonë, nuk ka mundësi, nëse vendosni me përgatit një pikë familjare, nuk ka mundësi gjysën e tepsis me ly me vaj e gjysën mos me ly. Pse? Se që e gjysa që nuk lyhet djegët, edhe që e tepsi prishet, edhe që e pica e gjysë tjetër s'hahet. Na nuk mujna me lanë gjysa në gjysë kënej. Do të thonë qka? Përpjekjet tona janë
modelimi i sjelljes, edukimi, kujdesi, ngrohtësia, gjanat bazike na duhet me ofru të një, edhe çka nuk duhet me qenë të anshëm. Do duhet me rujt pa anshmëri gjatë procesit të rritjes fëmijëve. Është e vërtetë që ndoshta një fëmijë e ka për një përvojë si temën, si tonën, si të kujde tjetër, edhe është diqysh na duket që pëdojnë më shumë. Jo, nuk është që e dujnë që atë fëmijë. E favorizojnë më shumë pse. Sado që i dhimbet, sado që ndjen dhimbje, dashuri, sakrifikojnë prindi për fëmijën, po çaj fëmijë që i të përngjan më shumë, do të pak më shumë. Do me thonë, ka një herë, Edhe tash na, nëse nuk i ngjan ti, pak i lën anash, nëse s'gjason jo, diçka. nuk e lën anash, po thjesht nuk e ki qatë favorizimin, sikur ai që e ka. Kjo është ndoshta e Edhe çka pavëdeshme. na, po e pavëdeshme, po na nuk shkon krejt jeta me bëhet pavëdeshme. Diqysh, na do të mu vedisu për diçka, dhe dikush kur na e tërhek një vrejtje, qoftë edhe fëmia, na do të mënor pak me menu, s'po them jam pra menu më nështë ta me njerë, po do të mënor pak me reflektu, a ka diçka të vërtet? Nëse ka diçka të vërtet, me provu me ndryshu, po nëse nuk ka diçka të vërtet, atëherë me mendu pak pse ma ka thonë. Të më thonë, nëse ma ka thonë për më bë dëm, atëherë unë do të me di që person po me përvërtjet pikat e depta. Nuk e pas na bashmek. Po nëse që ato gjona që mi tha personi caktum, që është edhe fëmia, atëherë na duhet me reflektu. Pa reflektu, pa qenë në gjendje, edhe pa e thonë edhe fëmijës më falë, edhe unë e zdi, probleme pas një jetë shëndetshme. Do të me thonë edhe fëmijës më falë. Një mesazh shumë Na do të me pranu që nuk i dina. Do të thonë, tash, unë nuk di me dhezë gjakon. Nuk ja kam së më shkan për dore, e di që kër e ka ndërtu, e di që kam kërku, që kam dorë. Po s'di me dhezë. Të më thonë, me mush drumë minajt zjanëvit gati, po me dhezë prej fillimit, jo, me nis nuk di. Shpëretin po, tufën nëse kofturin po. Po këta jo, s'di që kur që kam sy, dhe më thonë, s'nihna kompetent. Tash edhe në edukimin e fëmijëve. A sa na duhet bashkëpunimi në jetë. Nëse ti e me dikën, kush do qoftë? Familjar, antari familjes, mjafton dikush me dhezë, mandej ti ja lecon atij se s'ka kujdes ma tutje. Edukimin e fëmijëve tash, kur nuk po den betimi diçka, duhet me pyet. Do të thonë, kur nuk den, duhet me pyet. Në trajtimin që ju bëjnë nxënësve, në bisedat me prindon e i kthejna, kujdestares klasës, mësuesës, cilë gjë. Edhe tham, mëre ti çysh ja ke bu më herët, kur s'keni pas psikolog. Mëre çysh pja bëj çesaj, mu po më duket që këtë diskutojmë. Pse? Se nashta veç një ide e vogël, veç një fjali e vogël ta kursen mundin e vitit. Më thonë, ka një herë te për pak. Si psikolog në shkolla që je, a e shet që është shumë, jo vetëm e nevojshme, po e domosdoshme që secila shkollë me pas psikologun e saj. Madje me ndryshimet që jenë ato i ka përdi, ish dasht me pas një shkollë ma shumë se një psikolog. Sepse kisha dashur të bëj një pyetje kështu. Edhe unë kam pas rast, sigurisht kam qenë pjesë e shkollave si pedagoge, po nuk është gjithmonë që ka nevojë marrë te psikologë vetëm nxënësat. Është e nevojshme një psikolog më aty edhe për mësimdhënësit. Po madje nuk ka diskutim që mësimdhënësit, po edhe nxënësat e kanë problem me marrë te ajo dera e psikologut që mos më etiketu që po shkon te psikologu. Po unë kam vërejt që ka shumë mësimdhënës që ka nevojë me zhvillu një bisedë në hijen e asaj apo në umbrellën e asaj nevojës për me trajtu një çështje të tyre personale, thjesht e bajnë si kur lloj bisede, po e kam pasur që është shumë e nevojshme me qenë figura e psikologut në shkolla, apo shërbimi psikologjik në shkollë në mënyrë që jo vetëm nxënësat të marrin këtë shërbim, por edhe mësimdhënësit. Tash, udhëzimi administrativ, punën e pedagogut dhe psikologut, çaj 2014, çaj vjetri, edhe i pamjaftueshme për nevojat e tanishme. Nuk e ka veç një detyrë psikologu, pedagogja, çfarë do gjinie, me najt veç në zyre. Do të thonë, është veç njëna prej disa punëve. Po na duhet me dalë për te i rolit. Ka njerë duhet me dalë për te i mundësive. Sidomos personat që janë ma të pjekur në mosh, e kanë probleme. Pra nuk që nuk dinë. Se në kulturën tonë, që këtë janë shumë e gabushme, po me thonë njeri nuk di, ne e bujna që s'di kur që. Shumë shpejt janë gjesëm, ato s'po di kur që. Po në realitet me thonë njeri nuk di, kjo i bjen që po thot veç për një çështje se për disa nuk di. E nuk po thot që s'di kur që. Madje edhe në njerëzit që kanë pas fatin e ju të mirë, me pas rregullimet të rana mendore, edhe ata nuk është të gjithmonë janë të rregulluar. Do të thonë, nëse e morëm me skizofreni, me deluzione, nuk është që ata gjithherë janë në atak. Ndoshta janë me orë brenda ditës janë një tipike. Edhe më nësh me bu muhabet, më nësh me nejt me një person me rregullime të rana mendore. Kur s'është në periudhën e atakut, ose e merr terapin, rren edhe bën muhabet.
edhe më nëshme realizu një intervist. Krejt akademike më nëshme bu. Se nuk është gjithmonë i rregull. Po janë veç ku janë elementet, janë fazat kur ndodh. Po nuk është gjithmonë e rregull. Mos flasim tash për njerëz tipik. Tash njerëz tipik, kolegë mësim dhon. Po ne di unë kam kalu 3 vjet punë si psikolog shkollë. Edhe e di që do kolegë janë pensionuar, do të pensionohen pa orë me marr asnjëherë shërbimi. Jo pse ata nuk e vlerësojnë kolegun, po nuk nihen në rahat me ranal kurës tyne për mindaqë atë gjana shumë personale. Ta duhet me bu psikolog. Psikologu, të shemull, unë që ka bëj, ta zëm kushtimisht me thonë, është ditëlindja dikuj, dikush e ka një martes, dikush një asi. Edhe unë shkaj e gjuj aty një mahabekit të grave. Ka mu martu një kolegu në shkaj i thëm, a i keni bu fustanat, këty në herë që shenë konë zhiponat për të mirë. Edhe tash nuk kom pyetje që mu m'interesan që ajo, si individ. Po është në njona prej mjetëve nështa, unë për vrej dikon prej kolegeve që e ka një hal, po më përshëndet, po sa po dhe mjanis, po njëhet gati, tash nështa unë, qaj muhabeti zhiponit, ajo fustani brendsh. Është ajo u lidhë. Të më thonë, para se mi vesh dimin, qaj zhiponi, mundet me qenë shkak që nështë 50 njerëz me qenë që atë, po kërkosh mës me kuptu që unë e kam fokusin të një individ. Edhe nështë që atë e bujnë anë një mini seancë, që atë buhet një mini diskutim. As personi nuk nihet keq, e nuk i përgadit, nuk i mobilizon mekanizmat mbrojtës, që është mësile që kam e fola, kam i kalzu, as kam i kalzu dikuj. Po krejt rështetshëm e tregon shqetësimin e vetë. Edhe tash nuk është e nevojshme gjithë me ndjekat protokollin, a mirë se dhe, a je mirë, qëri regullat e konfidencialitetit, qësh nuk ka nevoj shpesh me buj qaq formale. Ka njëherë duhet me buj jo formale, ka njëherë duhet me dollë me pi kafe me dikën, edhe mjaftan. Thjesht, ka njëherë në duhet me thoni kolegët, distat vjera, i tham, dekt vjera. Fjallë shumë negative. Jo qysh më dek, i tham, po me bëmë, jo prej shala, po shpresoj që s'ka me dek, i tham, po, pse pithu vjerës shpres? Pse betem pithu, pse po mëthu kështë? Se me shpresa vdes e fundit, imaginejet i vjera me jetu ma ka cete. Ta ne marë ta ne e djallin e një. Ka njëherë krejt gjun pjesë të humorit. Kjo nuk kupton që ti asë njëherë nuk je kundër vjehrave, po është vetëm nështë tani... Jo, është tjesht moment, se kër e vrej një person, që një kolege që... dikujt me u shprejle shumë e ty. Këto a ke pas gjithmonë zakon. Që ajo pjesa art që është artistike krejt kësaj pune. Dhe ju gjithmonë njerëzit edhe ju gjithmonë e kanë qatë guximin, e kanë qatë fuqin brenda vetës, qatë pjesën e kurajimit, të më ardha me thonë psikolog kam nevoj për një seancë. Zakonisht një presë në zonës në koridor. Vinë 150, sot i kondrimi, cilat e paraliler më shumit e një presë. Vendosimi mu përqafu me krejt ata në sekundë. Nëse qaj përqafimi merë 50 minuta në 50 këm jarë me ta. Pse? Se ndoshta tu përqafu dikush veç të shtrengon pak më shumë. Edhe qaj shtrengimi, qaj o pika është që ka diçka. Ose ndodhë që psikolog nuk jam bre, anja po shihon, po se di. Edhe në ndodhë që qato nuk e shkputi kontaktin, i kalja i këta tjerë. Edhe me qato ndodhë që filloj me bisedu diçka se i thamë, ata ko me bëjna ma vetë si na po mati. Betem, prej me vite që të një, e di që je kanë gjendje, me kanë dispozicion për problemet të se cilit njeri që ke taku. Qka ka bo betimin, qka ka shty betimin që me kanë kaq empatik ndaj njerëzve dhe ndaj problemeve me cilat ballafaqohen njerëzit. Në vitin e parë, semestrin e dytë psikologji, edhe tasha ka qenë njova dyta, treta e ligjerata, edhe profesori shkrimit akademik, për përmeni dhe me emen, Agim Zugaj, na jep një esej me shkru. Titulli esej së kjo, pse e studiaj psikologji? Edhe në me laptop, për shkak se s'kom pas mundësi me shkru vetë me dur, edhe në shkruj fjalin e parë. Më duket, sikur kam lind për me studiu psikologji. Edhe fjalin e dytë, arsyeja është kjo, sepse kur isha fëmijë, të herë blejsha një luder, ma blejshin një luder, unë e kisha qef me qelmi, qysh që kom brena. Me kuptu qysh funksionar. Tash që kjo është, edhe pjesa na qysh jemi eduku, është pak lavë, po thuhet se nëse moj me ndjyshin po objektin, po e kam rri, jo funksional po veç objekt, gjysh jame ka pas një ud, ndër tri udat në mazget këtën, ka qenë edhe, ajo është kujdes që me ju ofru, përpora kanë thonë kanak, me ju bo kanak, tash me thonë një ofru strehem, ushqem, njerëzve në udën e ti, edhe kuj? Njerëzve, tash po flasëm për rreth 100 vjetë, njerëzve që kanë ardhur në tyrbe në Sultan Muratit me kërku shërim, popullor që me 2 pilaq. Ata kanë pas vështërsi edhe mendore edhe fizike. Edhe çka tash, ndoshta çaje që është përcjell ton si fëmijë, edhe qysh ndoshta edhe stili i jetesës familjes e bën që me kultivu si kulturë
që të mbështetjen për njerëz. Do të thonë, se cili njeri, unë hypi në autobus, po me gry diçka motori autobusit, ç'është jes të bu. E ha trupin, edhe rrët autobusit me ron gru, bromën e bëj. Se një dhim për çat mje. Edhe duhet se me bu me pas atë drejtuesin, shoferin, me bu me pas që e njihna, duhet të thëmë, bre që është im shuve grupes, është pjesë e bashkëndjesisë që na edukohem ato, po një pjesë është Betim, e bardhë. nëse kthejmë këtë pyetje për neve personalisht, empatia kur është e zhvilluar pak si shumë, a din me kanë kundër nesh ndonjëherë? Po, nëse na nuk dina që shme menagju, jo, s'kërkor s'tin gjithmonë. Është pyetja për një psikologë që gjithmonë janë në dispozicion për tjetrin. A di që është qajsun gjeri, tash kur më pyetin ndë njerëz, çka punon në shkollë, psikolog. Dojnë me ngatru me neuropsikiatrin, me mjekësin, me vështërsit me ndori. E din të qajsun gjeri në kuzhinë, po. Unë jam qaj në shkollë. Ketë kua keq, kua pala, ketë më thirin me mu i fshin. Edhe nalët, qa the bre, me konë do pleq, ka dalë qa the. Unë të kalzua, po do me të kalzu diska tjetër. Edhe në errameta në bërë që ka fshi, po. Unë jam që errameta. Shumë shabu mirë, sepse ndoshta ti po merr pa pastërtin, po e ty pastru që gjithë. Po, a mujna mi pastru gjithë, kur? Po na veç e bujna. Ato që kanë varet për neve, me mujt me qenë në nivelin përgjithësisë dhe detyres, po. Shërptor, kur që ma shumë se shërptor. Tash, klienti, personi vjen në trajtim grupores e individual. Po, thjesht, unë nuk e kam një mosh, një pickatore si këta vllazni tonë, e motra tona ma shumë, që thënë pickatore, edhe në ka dalë një kime virla, pak me e gatë, ose e bardë, dhe veç e ka trëk e ndjerë, djeg pak edhe kryet. Nuk mujna që ato me bu. Po qka na bashkëthujmë me individin, e gjejmë që ato bashkë, që s'po funksionen, i jepëm sugjerime që shme kalu, ama nuk mujna me jetu për kërkan. Tash me vetë faktin që ti të s'munësh me jetu, ti kemi nasi në rolin e mjekot. Po da ndikosh me një dhonë fondjetës, e kap, ne e bin, e kapëm, e lidhëm, ja japëm ushtimin intravenöz, edhe ai s'ka qare pa jetu me zërë. Për ndryshe, kur jem të ke pyetje, sfida edhe vështirësia ma madhe është me erujt njeriun prej vetvetes. Gjithë që mund është bëva të me erujt prej vetvetes nuk mundesh. Po kur jem të rastet që kanë çrregullime trana, duhet me i referu që më mirë nështë psikiatri me ta që më nështu terapive, sepse kjo është... Edhe më na i këtuja prap neve. Betim, si që farë më herët, ti je një shkrimtar dhe botuesi një numrit të madh të librave me përmbajtje të madhe dhe librave që lexuesit kanë çka gjojnë dhe kanë arsye të madhe për me i lexu librat që ti i ke shkruajt. Libri fundit qenë ka Vdekja e Afërdites, një libër shumë i mirë që kisha dashur me pa edhe shikuesit. Betim, a mundesh më na tregu pak gardh ky titull edhe cili është motivi i këtij libri? Atëherë, si dërshkrem, këtë libër e kam shkruar, kam thurë, përmësu, si dërshkrem në vitin 2008, gjatë verës vitit 2008, kur e isha në përfundim, masi e veç e përfunduva shkollimin e mesëm, edhe dirisa ato koha e aplikimit e regjistrimit në universitet, ato gjana tjera. Pse Vdekja e Afërdites, se për dallim prej shumicës librave që i kam botu vetë, kë edhe një titull para këti, i ka botu një shtëpi botu se Asfodela, dhe më thonë, si më kujdesën e për botimin as për kopertinat as këtu, e ka vendosur për shkak se një shok jemi, si pas një shoku tem, të dikur shumë, dhe tash, po dikur shumë lidhjet ma intenzive, shoqënore, një shok shkollën pa thonë që është duke u njoft në një vajzë që ka emrin Afërdita, edhe kapitulli i fundit i dedikohet qasoj, tash aja ka qenë veç dëshira, ka pas diçka në realitet të s'është ma me rëndësi për me kuptu edhe me ditë, po ajo që është e rëndësishme është se që ati personi u ka dediku kapitulli 3, edhe atë paraqitet që Afërdita i jep fundjetës. Po e tash nuk muj me thonë që është asas, se më shku me vërtetu, më është transmetu që afërsisht ashtu diçka, edhe kjo është libri, kapitulli që i është dediku, edhe ka nja 4-5 stilet të shkruarit poezive në atë kapitull. Dhe më thonë, ka poezi me stilin abërim, ka epigraf, ka akrostik, 3 stilin, ose eventualisht ndërsa edhe 4,
ka varg i lirë, 4 stile të shkruar. Cilat mosha mund me lexu këto? Kjo është Ato që vujnë për dashnisë ndoket si kisha referu shumë. Mbashkë ata I kisha referu. Apo? Unë si autor, pse se nuk ka dhimbje më të mirë në këtë botë. Se sa dhimbja këtë thonje ndoket që ke përmend gjithmonë. Dhimbja më e bukur është dhimbja e dashurisë. A është kështu? Edhe gjithmonë do të jetë, sepse nuk ka ndjenjë më fisnike se sa të dashurash. Të dashurash ndoshta po, mirë po të ndjesh dhimbje për dashurinë është William Shakespeare. William Shakespeare. Thot, ndarja është trishtim I këndshëm. Thon, trishtim edhe I këndshëm. Megjithatë dhimbja mbetet dhimbje, por një mesazh për krejt shikuesit ton, ti si psikolog, si pedagog, si shkrimtar, hajde jep na po për dashurinë. Dashuria është aftësia bazë e njeriut, me dasht. Qëtë aftësi bazë na duhet me përgadit shtratin që lumi mos me vërshu, mos me marrë gjithçka, po edhe mos me bu qaq të madh shtratin sa mos me pas ujë me umbush. Të më thonë, te pirdzej pak. Me thjeshtësu për dëgjuesit. Qka, ne ka nevoj si individ, unë se cili individ, me ditë këtë botë qka po bën edhe qka të që bën, me mendu njëherë mos me bo dëm, parimi I bazi I mishkimtave, mjekësore, psikologjisë, është që mos me bo dëm, tani me bo hajrë. E dyta, me u përmbush mbi bazën e qësaj, mos me bo dëm, tani me bo dobi. E treta, mos me javon kërkoj formën ideale fëmijës tonë, ose asnjë individi qysh na dojna. Po na veç me javon mbështetjen, idenë qysh me evitu gabimet, po mos me tentu me ndërtu një individ pa gabime, se s'ka. Bravo. As s'ka me pas kot. Edhe për Kemi fond, nevoj gjithë me gabu, edhe fëmijët tonë, kur do që I ka, unë s'ka, kur do që I ka, fëmijët tonë le të rriten, le të lindin, le të rriten duke gabu, edhe na me ata, edhe ata me veten, edhe ata me neve, po të bu gabime të cilat mujna me u këthy. Thuhet një thonë një shqipe, lëm kush gabën, e lëshon rrugën në anën e epërme. E veç pak lëshuet e purdi në rrugë. E nuk lëshon rrugën në anën e pashtme. Se ka ma fështirë më gjit me do në rrugë. Ky është betimi. Si gjithmonë, betimi, çdo bisede të mundshme I ka dhënë kuptim. Betim, sinqerisht e ke pasuru televizionin sot, e ke pasuru biseden edhe emisionin sot. Të falenderoj thellësisht që ke pranu me qenë pjesë e emisionit, me nda nga përvojat e tua, me na dha ide e këshilla e mësime si gjithmonë e ki zakonte e bën. Falenderit që ti kontribon shoqëninë tonë në cilën do formë që ti mundesh, si përmes shkrimeve, përmes këshillave, përmes punës tënde, më të vërtet je vlerë e shtuar në shoqërinë tonë. Falenderoj shumë që je edhe këtë që je. Shqyqyr që ftafte nuk u kuqa, pështeva prej qësaj, edhe e dyta, nëse dikush ka dhanë gjithë qka dje, që na me egzistu sot, na duhet me dhanë qka dhe që kena sot, që dikush me pas identitet nesër. Faleminderit shumë. S'ka përse.